Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 16 nëntor të 2025-ës. Ka të bëjnë shumë me ndryshime, vendime, mundësi të reja që japin ngjyrë asaj që duam të bëjmë. Është një ditë që vërtet mund të bëjmë bisedime shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme që mund të marrim, sepse përgatitemi për një javë që ka rëndësinë e veçantë në vetvete, ka rëndësinë e veçantë në familje, në çështjet ligjore, ndryshime të mëdha që do vinë dhe koha që do t'rregoj për mundësitë të arta që do të kemi edhe çështje të tjera që do të pasojnë. Ajo që kemi ne, që ka një peshë shumë të madhe, kanë pasur probleme, përfitojnë shumë shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarrit. Shenjat e ajrit, siç janë binjakët, siç janë ujorët, dhe një nga ndikimet më të mëdha që japin mundësi janë peshoret, që kanë dashurinë dhe zëmërgjërsinë. Kurse në shenjat e zjarrit, që ka të bëjnë shenjës së dashit, luani, shijetari, idhëtiçi të tretë, ku u jepet një kohë për të rregulluar, stabilizuar gjërat që kanë lënë pasdore. Vetëm do keni pak kujdes dhe vëmendje në lidhje me disa çështje që në lidhje me paranë, shpenzime, rregullime, mundësira të kësaj natyre, është një moment mjaft i mirë. Shfrytëzojeni, sepse ditë e sotme s'ka për të ardhur kurrë më, por edhe gjërat e tjera që do të diktojnë dhe do të ndikojnë. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz kon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çdo çështje që ju kërkoni, mbi çdo paketë që keni atje, mund të zgjidhni një nga paketat që keni atje, ajo që ju intereson më tepër, kush ju intereson juve. Dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it, por edhe agjenta vjetore që mund ta porosisni dhe si ta porositni direkt mund të na shkruani në emaili nëpërmjet emailit dhe WhatsAppit dhe Viberit mund të na shkruani për agjentën vjetore. Si funksionon dhe si është më e mira, sepse janë 365 parashikime, pra 365 ditë në 365 parashikime. Dhe prandaj ka të bëjnë me çështje të tilla dhe kohë. Duke pasur parasysh, për ju që doni që të abonoheni në YouTube. Abonimi në YouTube, si mund të abononi në YouTube? Mund të abononi duke klikuar atje ku është membership. E shikoni dhe studiuar, e shikoni se si funksionon dhe më pas juve abonoheni dhe aty hapet një dritare private ku mund të merrni parashikime, mund të bëni një pyetje, kudo që ta bëni atë pyetje, meqense jeni abonuar dhe e merrni direkt. Ndash në celular, ndash në WhatsApp, ndash në YouTube, ku do të dëshironi para zemrës tuaj, sepse është individuale. Shikojeni, hidhni një sy herë mbase e shikoni vetë, do thoni Jorgo, gjithë abonime po thu. Nuk është se është abonime, por është diçka tjetër ku i merrni të parë të gjithë videot, shikoni të parë, të gjithë pyetjet përgjigje i keni të parët, keni problem gjatë ditëve, gjatë javës, direkt më shkruani dhe merrni përgjigje, e kështu me radhë. Tani fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, shenjën e zjarrit, që do thotë shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se kemi të bëjmë me një ndikim shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa gjëra që vërtet data 16 shënon dhe një risi të re në lidhje me punën tuaj, në lidhje me bisedimet që do të bëni, sepse bisedimet janë shumë të rëndësishme në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të keni, dhe kjo bën që ju të jeni korrekt me atë çka jeni, korrekt me punën tuaj dhe me vendimet që do të merrni. Por në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, duket se peshore, britsjap janë të mbara, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për demët në fakt duket se tani për tani keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me
takime pune, me bisedime, me ndryshime të mëdha që do të vinë gradualisht në anën tuaj, sepse puna, karriera, ndryshimet, vendimet që do merren është momenti i duhur në gjërat të mëdha që lidhet me anën e karrierës, lidhet me biznesin, lidhet me punën aktuale që juve keni. Dhe ky është një moment mjaft i mirë, sepse juve dhurimi dhe ndryshimi që do të keni në fushat e karrierës suaj dhe të punës suaj është një mundësi mjaft e mirë dhe shumë pozitive. Bini pas, sepse ka të bëjnë shumë. Shenjat e demit lidhen me anën e biznesit, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshimin që vijnë nga momenti në moment për punën, për takime, për vendime të rëndësishme, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në atë që juve e keni, dhe është një moment mjaft i mirë dhe ka të bëjnë me një çështje bisedimi mbasdite për sa i përket një pune të re që juve jeni në pritje. Dashuria duket se ka të bëjnë shumë me britqap të dhjetëçit të parë dhe me ujor të dhjetëçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se sado që kanë pasur debate ose problematika të ndryshme, vjen një moment tani që juve e zgjidhni si shkopi magjik, duke pasur parasysh një bisedë, një telefonat, mund ta zgjidhni çdo gjë dhe pastaj jeni gati për të arritur qëllimin tuaj, për të arritur asaj çka juve jeni dhe keni, por dhe momenti i duhur për sa i përket anës dhe financave të biznesit tuaj. Kjo është koha, kjo është momenti, kjo është periudha më e mirë e mundshme dhe gjërat të tjera që do të pasojnë mëtej. Në lidhje me një bashkim familjar, një bisedë që do bëhet, është më së miri dhe tepër pozitive për të arritur atë qëllimi që do të thotë një ndikim i madh me peshqin. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa përket shenjës së gafores, duket se kemi të bëjmë me një ndikim shumë të mirë, sepse jeni mjaft ndikuar në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime të njëpasnjëshme që mund të keni tani në tutje, por koha ka treguar që juve jeni me fat, juve keni të gjitha mundësitë dhe çështjet e rëndësishme që mund të bëjnë, dhe periudha kur ndodhin fenomenet dhe momentet e duhura është ekonomia, është stabilizimi, është vazhdimësia që juve keni, dhe është një mundësi e mirë, mundësi e artë në këtë aspekt, dhe kjo është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse juve jeni nuk keni luksin, por keni kënaqësinë e jetës, dhe kjo do të thotë që çdo gjë juve bëni vetë me djersën tuaj dhe nuk keni të japni llogari kurkujt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me akrep janë perfekte. Do shkojmë tek një shenjë zjarri, do shkojmë tek shenja e luanëve. Për sa përket shenjës së luanëve, duket se luanët janë në lidhje me çështjet madhore, janë në lidhje me ndikime të mëdha financiare, sepse luhet një rol shumë i rëndësishëm tani në lidhje me punën tuaj, por edhe me karrierën, sepse lidhet diçka e mirë dhe vazhdimësia e ka të bëjë në këtë drejtim, por është dhe koha e mirë në stabilizimin dhe takimet që do të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse disa problematika të vogla keni pasur gjatë kësaj periudhe, vjen një moment tani që çdo gjë zgjidhet, çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë, maturisë dhe kohës suaj perfekte që juve e keni, dhe është momenti juaj për të stabilizuar gjërat që dëshironi. Mbi disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me shigjetarët e dhjetëçit të parë, me dëm të dhjetëçit të tretë, ku është koha dhe mundësia, mbi disa ndikime shumë të mira afatgjatë për njohjen dhe lidhjen tuaj. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket shenjës së virgjëreshës, duket se kjo periudhë është një periudhë që ndikohet shumë në mënyrën e në takime, në vendime, në ndryshime të mëdha që keni dhe mundësitë të arta që ju vijnë. Është koha gjithashtu mbi standardet, mbi takimet, mbi mundësitë që jepen. Dhe kjo është një periudhë ku gjërat janë në anën tuaj, gjërat janë në pozitivitetin dhe mundësitë e artë tuaj, dhe ka një diçka që gjërat mund të ndikohen, gjërat mund të arrihen, fal zgjuarësisë, fal mundësisë, fal çështjeve të mëdha që keni, të gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv, ku arrihet me sukses edhe puna dhe çështjet e tjera që do të keni tani tutje. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me anën, këtu do të pasur pak vëmendjen në lidhje me anën shpirtërore, disa çështje që lidhen me punë duket se do të kenë ndikim shumë të mirë dhe në pozicionin planetar juve ju jepet kjo mundësi. Në çështjet që lidhen me anën e biznesit duket se britqap bashkëpunim ka diçka shumë të madhe, por me dashurinë duket se është me dash. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorët e dashura, nëse do flasim se çfarë dhe se qysh dhe nga vinë mundësit, keni shumë mundësi këtë të diel,
edhe pse një diel e qetë mund ta thomi me plot bindje të plot, sepse na presin gjëra të mira tani tutje, ku çdo gjë shkon në vendin e vet, çdo gjë arrihet fal garancisë të suksesit tuaj më të mirë që keni, një moment mjaft i mirë, dhe kjo është mbi ndikimin dhe favorizimin që juve keni në çështjen tuaj të punës suaj dhe jo vetëm. Është diçka shumë e mirë gjithashtu për juve që jeni në diasporë, ku jeni në pritje për marrni dokumenti se java po vjen, por bisedimet mund bëhen me persona të ligjit dhe të zgjidhni problemin tuaj. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, sepse ka të bëjnë diçka këtu, duket se është me shenjën e demit dhe shenjën e bricapit të dedicit të dytë, ku kërkohet pak vëmendje, por koha është në favorin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e akrepit. Përsa përket akrepëve, akrepët të duket se e kanë dhe si mundësi tani, e kanë si mundësi që lidhet me punën aktuale, lidhet me një takim, por gjithmonë shtyhet, por nga njerë është e për të mirë, ose u shty ky takim edhe nuk bëhen gjërat ashtu siç duhen, siç kemi ne. Por është një mundësi shumë e mirë, sepse tani e tutje gjërat do jenë shumë herë më mirë, shumë herë më ndryshe në anën tuaj të pozicionimit të planeteve, të kohës suaj. Por dhe momenti i artë që është tani dhe koha është në ndryshimin më të madh që mund të keni, dhe momenti është mjaft ndikues dhe pozitiv në çështjet e juaja. Mbi çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e dedicit parë dhe luan, duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shqiptarëve. Shqiptarët duket se kanë të bëjnë me anën e punës, kanë të bëjnë me një çështje që vërtet ka të bëjnë dhe vazhdimësia, që është e mbarë në lidhje me takimet, në lidhje me disa ndryshime të papritura ekonomike, financiare, bisedime dhe ndryshime, sepse me ndryshimet e keni ju xhanëm, se ndryshe mendoni, ndryshe veproni, ndryshe gjykoni. Por unë them që tani e tutje nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat janë në anën tuaj, janë në kohën tuaj, dhe momenti më i mirë, më i artë që ka të bëjnë është takim pune, është ndryshimi që mund të keni në lidhje me takimet e ndryshimet e mëdha financiare, por gjithashtu ka një diçka shumë të madhe, ekonomia dhe stabilizimi, sepse siguria është ajo që ju bën që të ndjeni mirë, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse kjo periudhë është e juaja, kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takime pune, lidhje me biznesin, në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me ujor, duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e bricapëve. Për bricapët të duket se tani me qenë se kemi disa takime, disa bisedime shumë të rëndësishme, por duket se gjërat mund të kenë dhe mundësinë e rritjes së një çështje madhore ekonomike financiare, një çështje që mund të jetë ndryshe mendojmë, ndryshe veprojmë, por në këndvështrimin tuaj çështjet e bricapit kanë edhe mundësinë e artë për të sa përket zhvillimeve të reja në fushën e biznesit dhe të çështjeve të tjera që do të kenë në vazhdimsi, por dita e sotme është e mirë sepse mund të bisedohet. Nëse keni pasur probleme, nëse keni pasur çështje të pazgjidhura, vjen një moment që është pikërisht tani. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe diçit parë duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët, në fakt, si shenja ajri që janë, kanë disa mundësi që do të zgjidhin tani e tutje, do zgjidhin një çështje pune, lidhje me anën e karrierës, në lidhje me karrierën sidomos, sepse gjërat vinë aty ku duhet dhe është një mundësi shumë e mirë tani për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë tani për tani, nuk keni pse të mërziteni, por është periudha ku do të ndikoheni dhe gjëra që do të keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje ekonomike financiare, dhe kjo do të bëjë që juve të ndjeni mirë dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore është diçka shumë e mbar, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse koha e lën pas dore, lë pas dore. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat të mëdha që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Në lidhje me shenjën e peshqeve, duket se
kjo periudhë është një periudhë ku ndikimet dhe favorizimet që juve keni, momentet që juve keni, koha e duhur dhe në lidhjen e punës të karrierës dhe të vendimeve që mund të merrni. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse koha tregon dhe punon për juve nga tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforët e dhjetit të parë, me shigjetarët e dhjetit të tretë, pregatituni. Këto ishin pak a shumë miqtë mi për sa i përket pikërisht datës 16 nëntor të 2025-s, ditë e diel. Por pas të ndami bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni Shqipëri apo diasporë në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Roskon atje. Atje mund të zgjidhni çdo lloj paketa që ju intereson. Duke zgjidhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes së paketës, shkoni tek sekretaria, vendosni të dhënat e juaja dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por mos harroni Agjenta vjetore me 365 parashikime, pra ditore, individuale, personale. Si të abonoheni? Dërgoni email dhe duke dërguar emailin tuaj, duke na shkruar në WhatsApp, Viber, ku do ndodhen Shqipëria në diasporë, ne ju shpjegojmë se si funksionon dhe si mund ta bëni tuajën. Nëse doni parashikime personale e individuale në privat, çdo ditë ose kur keni një problem, kemi membership. Ju vjen në ndihmë për çdo moment që ju keni. Prandaj është membership për abonime dhe shikoni sepse abonimet duhet jenë të lira dhe të mira. Provojeni, hidhni një sy dhe do më kujtoni. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti live, e doni të dërgoni mesazh dhe të merrni drejt për së drejti përgjigjen, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat, jeni gati, dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga një rrëpulla, jesë mirat.